ashtu që shka vepru, se cilë qytetare ka quni koment, e lypën përgjigjen e komentit, fund me marrë vendim. Do me thonë, a është kjo negocushme? Në tash po vjen puna që pas ka negociata këto. Deri tash metodologjia... Nëse ka negociata, mund të dhe zbritet, mos të Jo, nëse ka negociata, tash, kjo punë të ka punë pazari. Kjo nuk do të me spasë negociata. Që me ndu që është? Jo, puna është... Sigur ke bojmë me institucionet të sofistikuarat cilat miren egzakt s'ka po thët ligji. Po të shinkona ashtu nuk e këshin publikua, nuk e këshin shef lajmin që kam me posë jetim të rrymës gjatë fushatës. Nuk po flasëm, gjithë s'ka është pazar. A kena di që ka po shajtu rrymës gjatë fushatës? S'ka po flasëm, këtë na po flasëm që qytetari i Kosovës është një pambrojtje shtetërore. Shteti herë funksionon si agencion për statistika që tregon se sa është rritë çmimi në bursë, herë tregon sa dëmshme kanë qenë projektet që kish me pas Kosova, do më thonë projektet e Dhëngjillit, po që 4 vjet asnjë veprim nuk e ka marrë për me mbrojtë qytetarin. Përveç kësaj, qeveria e Kosovës, ministrja thotë se 10 ata që faktikisht të mbrojtjen qytetare, mbrojtjen shtetërore kanë të drejtë ta kenë vetëm ata që konsumojnë deri në 800, kurse të tjerët veç që ata janë kriminal. Por në fakt ata janë kriminal. Kur është njoft Kosova nga Afganistani, zyrtarët serb kanë pason prodhuesi i drogës e njofti distributorin. Sot ministri e Republikës të Kosovës thotë se qytetarët e Kosovës po e përdorin në rrymën për drogë. Çfarë narrative është u kriju në këtë vend ka kjo qeveri që është e supozuar me mbrojtje qytetarin? Qytetari i Kosovës nuk ka kur farë mbrojtje. Nuk e thot drejt për drejt ashtu, po thot s'po di se çka po bëjnë me atë, a kripto, apo merren në drogë. Pse institucionet e sigurisë do duhet vepronin, mos e lejonin këtë. Ajo duhet me të vërtet të intervestohet çka ka menduar kur ka thonë se apo përdoret për drogë. Kush përdoret për drogë? Nështë ajo din diçka më shumë me vetë faktin. Kur je person publik, je ministre, ti duhet të jetë përgjegjës për çdo fjalë që thuaj. Jo nga me nxjerr, nuk ke drejt me u anku se e ka nxjerr prej kontekstit apo jo. Ti e ke thonë. Apo përdoret, ndoshta apo përdoret për drogë apo për kripto. Dhe nëse je ministre dhe po përdoret për kripto, çka je të bo për menal? A je shtetet e, apo je shoqat humanitare apo agencioni statistikave? Qeveria nuk ka drejt me usilë si agencioni statistikave. Edhe me tregue sa është këto shifra ti ke drejt burim. Ti ke drejt me na kallëzuar. Qeveria këtë rast o veç palë. Ai ka çu komentet, edhe me qaç krye. Jo, që me qaç u dosh më kry. S'ka nevojë me na arsyetuar neve qeveria. I ka dërguar komentet, mundet me thonë si para 2 vjetë, çu i kishte 85 milion subvencionim. Sa qeveria veçpal, pse delnin zëdhënësat e qeverisë dhe thonin se s'do të rritet çmimi i energjisë elektrike. Ajo është problemi përgjithësi, se s'ka përgjithësi ndaj palës publike. Kur pas ka pas më urrit. Arsyeja është se s'ka përgjithësi ndaj palës publike. Ministria e Ekonomisë ka dërguar vërejtës, çush ka dërguar instituti ku punojon. Edhe duhet me marrë përgjigje. Në studiot këto para 2 vjetë, kur kanë marrë vendimin, që Zëreja ka propozuar 600 me qenë tarifa. Masi vetëvendosja ka propozu 800, ju ka subordinu vetëvendosjes 800. Na kena kërku 3 tarifor. Tash ministra mas 2 vjetë, për dhe të ka mirë 3. Për shata Zëreja duhet me këshyrë këtë mundësin edhe ministria me qenë veç parë. Pak ndikimin se ka edhe një rregullim tjetër sa i përket bizneseve, formën se si të trajtohen bizneset me këtë rritje çmimit të energjisë elektrike, si do të afektoj kjo vetë sferën e biznesit, zoti Rafona? Faleminderit, para se me mulshu të ndikimit e bizneset, ne shumë herë kemi bërë thirrje udhëheqësve të institucioneve që të keni kujdes me deklaratat. Edhe një deklaratë e tillë e ministrës që rryma po përdoret për prodhimin e drogës nuk shkon në drejtimin që me thirr investitor me ardhmë. Do të me pas kujdes e ministrat konsiderohen si njerëzit më kompetent dhe janë njerëz të cilët kanë çësje në shumë informacione ku qytetarët nuk kanë. Dhe nëpërmjet kësaj, me të vërtetë e krijon një pasqyrë dhe krijon edhe një panikë edhe te biznesi, po e krijon edhe te qytetari se çka është ndodh në këtë vend, derisa na mundohemi me promovu që Kosova është një ambient mirësor i të bërit biznes, Kosova është një vend shumë i sigurt, është një vend që ka një infrastrukturë të mirë rrugore, ka një legjislacion shumë të mirë të harmonizuar me direktivat e BE-s, sundimi i ligjit ka nevojë për avancim mirë, po është më i avancuar në rajon. Me dani ministër edhe mi thon këto deklarata, kjo i zbraps edhe ishtin investitor me hezitu për me arë me investu në Kosovë, fatkeqësisht. Kush nuk e ka qëllimin e mirë, e nxjerr atë, dhe thot se të vijun një vend ku energjia elektrike, po dashka të rritet si çmim,
se po shfrytëzohet për drogë. Është e vërtetë, domethënë këta mund me ta nxjerrë mediat e rajonit, që i kemi konkurrent të parë për me sjell investitor për me investu në Kosovë, mund ta nxjerrën dhe mund ta bëjnë lajm edhe mund të lobojnë ta çojnë nëpër media ndërkombëtare. Edhe këto janë ato që po krijojnë imazhin e keq. Servisi që 20 vjet që Kosova është kanali i drogës. Kjo është narrative tyne, domethënë ti faktikisht nuk e kam ndërmend me thonë që ministri apo i shërben. As nuk po du, po kjo pakujdesi e saj, faktikisht po i shërben asaj narrative, se në Kosovë me të vërtet kem përpunim apo çka më thon të voluminos të drogës, se faktikisht po shkon jo vetëm në rajon, po i shërben asaj narrative. Sot investitorët më të mëdhenj në nodë ekonomike, mu si kryetari i Odës Shumthirin, pyesin sa ka siguri unë me armë investu në Kosovë.